رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut Azza wa Jall me ligjëratat tona në lidhje me kaptinën e shitblerës, ku jemi duke i marrë disa nga temat bazë që kanë të bëjnë me këtë kaptinë. Edhe pse kemi thënë se shumë sene kanë që i përfshin këtë kaptinë, normal që nuk kemi mundësi mbrana një kursi të këtij lloji me i përfshi të gjitha. Mirë po s'pako disa elemente të përgjithshme që disa vllazni përmenden se çka kanë pas mundësi me marrë për kësaj. Don disa janë bindë se nuk pas ka mundësi njëri me punu pa vetë. Nëse kjo është e arrit me këtij kursi është mirë elhamdulillah. Don nuk është keq. Edhe pse është shpresu diçka më shumë me kon, po edhe me kaq nuk prish punë. Kemi marrë domthon në lidhje me shitblerën disa prej thash temave që mbi to ndërtohet pasaj i tër sistemi i shitblerës në Islam. Dhe kemi folur për marrëveshjen, për shitblerët e ndaluara e kështu me radhë. Edhe tema që me to do të përfundojmë këtë kurs nuk do të jetë e gjatë, për çfarë arsye? Për shkak se nëse zgjatet për te kësaj që më mërmendja se duhet më thonë, atë shkon duke u komplikuar. Prandaj senet që kanë njerë thjeshta, zgjerimi i tyre i komplikon. Do të milon ashtu, ose nëse dëshon të zgjerohemi në te, atëherë duhet t'ia japim kohën e duhur. Pa e disa sene i sqarojmë për me di se ekzistojnë, edhe për me njoh format e tyre në aspektin e përgjithshëm. Nëse dëshojmë që të flasim për to, e të zgjerojmë, atëherë duhet t'ia japim kohën e merituar, përgjithësisht nuk kuptohen. Për këtë arsye do të flasim për partneritetin ose sharike. Don me pas ortaklëk në biznes. Jo në format bashkëkohore, ase thash që nuk ka qenë për temave që unë kam pas përsipër me i shpjegu, mirë po në shpjegimin e bazik të Islamit në lidhje me partneritetin. Nga se më herët kemi folur të për shitblerën në nivelin individual. Në çdo besimtar vetë që don me bëj biznes, se çu duhet me ndërtu këtë biznes. Kur flasim për shitblerën, normalisht e tëra që kemi thënë më herët vlen njëjtë për dy partnerat. Nuk bien asnjë për kurset të mëhershme para që kemi folur. Vetëm tash do të thotë se njëri me udhëheq një biznes i bashkohet i dytë ose tretë që ta bëjnë njëjtën punë që kishte më bënë njeriu vetveti jo. Andaj çështja ose probleme që kanë të bëjnë me këtë lloj të partneritetit duhen të njihen nga ana besimtarëve ato. Për shkak se nevoja e sotshme kërkon që njëri domosdo nëse ju në gjitha bizneset që zhvillojnë me paskon disa të ketë partneritet caktuar, apo qoftë të kufizuar ose të pa kufizuar, qoftë do thotë në një mall të caktuar apo në mall të pacaktuar, me kështu me radhë kryesorja zhvillon partneritet të caktuar me dikon pe njerëzve. Andaj shariati duke pas parasysh nevojën e njerëzve për këtë lloj të partneritetit e ka lejuar edhe ka vendosur kushtet edhe rregullat që vlen për këtë lloj të bashkëpunimit mes dy palëve. Para se dalim të rregullat, është argumente për këtë në Kur'an në hadith ka sa dush, do të për lidhshmërinë e partneritetit mes dy ose më tepër personave në lidhje me tregtinë ose me shitblerën. Allahu subhanahu wa taala kur e përmend në Kur'an çështjen e ortaklëkut e përmend do të thotë ka aspekti i shfaqjes së disa defekteve që dalin shesh kur dy njerëz bashkëpunojnë mes vetave. Pse e përmend këtë? Për treguar se besimtar duhet të kenë kujdes që mos të binë në ato që ka shumica e njerëzve binë. Nga se zakonisht nëse partneriteti dy personave nuk ndërtohet
në ato që kemi treguar në legjëratën e kaluar. Nuk ndërtohet në qëllimin e njeriu që ta synon kënaqësinë e Allahut azza xal. Nuk ndërtohet në synimin e tij që ta realizon drejtsinë e ndërtuar në shariat. Nuk synon do të thotë realizimin e të qendrit të tij robi Allahut azza xal. Atëherë zakonisht në shumicën e rasteve domthon ndodhet që të vjen deri tek padrejësia, deri tek shkelja e kufijve, deri tek do të thotë dëmtimi i njëri nga këta partner e kështu me radhë. Andaj Allahu xhalla wala thot wa inna kathiran min al-khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Edhe kathir shumica për ato që khulata, ata që përzihen, që e përzin mallet tyne, e përzin biznesin tyne, la yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Domosdoshmërisht i bëjnë padrejsi njëri tjetrit ato. E te kalojnë kufit. Don kjo është gjykimi i Allahu xhalla wala, ka sa ai din, edhe i njëra opte vet, prandaj ka gjykuar në këtë formë. Për këtë arsye, për mos me pas te i kalim të kufijë, mos me pas zullum, duhet njerëz të përmban shariatet e Allahut subhanahu wa taala. Edhe kjo ndodh zakonisht edhe sot, fatkeqësisht edhe në mesin e muslimanëve. Në rrallë herë ndodh që të dëgjojmë për disa persona, qoftë 2, 3, sa të qoftë ata, të formojnë një koalicion të biznesit, formojnë një partneritet mes tyre, e që subhanallahu mas nikojmë mos ndëgjojmë ato që është më e zeza që ka ndodhur mes tyre ato. Qoftë domthon neglizhencë të njërës palë, e cila ka shkaktuar pastaj dëmtim të palës tjetër, qoftë do të thotë keqpërdorim, qoftë shkputje të marrëveshjes pa hak, kur don ai, qysh don, e kështu me radhë do thotë, edhe pse i thonë vitet muslimanët. Edhe fatkeqësia më e madhe ndodh atëherë, do të thotë kur në bazë të kësaj përvoje të hidhur që e kanë pasur mes veti, pastaj të bardhet kjo idhëzi edhe tek imani tyne, edhe pastaj le që është dëmtuar xhepi i tyne ose është dëmtuar tregtia e tyne, i përshkon kjo do në vazhdimisht në kontinuitet deri tek dëmtimi edhe imanit e tyne edhe i vllazënokut të tyne mes veti e kështu me radhë. Pastaj kjo për kësaj rrjedh edhe gjëra të tjera. Do të ketë kjo shkon në mënyrë zinxhirore. Le që do në zemër ti është krijuar një urrëtie për vllain e tij musliman, pastaj shejtani ka aktivizuar këtë urrëtie edhe pastaj një fjalë, do duke shpërnda lloj-lloj në fjalë për një tjetrin përgojime, besa dhe shpifje, pastaj për hapet sekreteve që s'kam pas drejt me i shpërnda. E kështu me radhë, gjitha këto sherrë i bjen, do të ndërtimi i një partneriteti që nuk ndërtohet në frikën e Allahut subhanahu wa taala, edhe në shariatin e tij. Pra besimtari ka të lejuar që të ketë partneritet, që të zhvillon biznes, do në bashkëveprim, bashkëpunim me një palë ose më tepër, mirë po duhet të ketë kujdes që mos jetë ai që Allahu xhallahu ala ka përmendur në Kur'an në lidhje me ortakët e biznesit. Në zonë tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur flet për lejimin e këtij partneriteti, nuk flet vetëm se është e lejuar, mirë po e përmend edhe vlerën edhe shpëlimin që kanë këta dy partnerë tek Allahu subhanahu wa taala, nëse ata e zhvillojnë këtë partneritet ashtu sikur se duhet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu ka thënë, kjo është hadith kutsi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu ka thënë, ana thalithu sharikaini, unë jam i treti mes dy personave që lidhin ortakllëk mes vete. Allahu është i treti. Do thot jam me ta, sikur se ka thënë dietarët, me kujdesin, i ruaj. Zbres don bereqet, begatimi ta, kujdesin për ta, e zbres mëshirën time mbi ta, suksesin tim mbi ta e kështu me radhë. Kjo është vlerë e madhe. Unë jam i treti i atyre dy personave që lidhin marrëveshje, ortakllëk, partneritet në mes vete. Unë e tham me çka është Allahu me ta. Deri kur është Allahu kështu me ta? Ma lam yakhun ahaduhuma sahiba, përderisa nuk fillon njëri me mashtru shokun e tij. Nëse futet mashtrimi, nëse futet tradhtia, nëse futet interesat e ngushta kësaj dhunja, atëherë thot Allahu xhallahu ala, fa idha khanahu, nëse e tradhon, nëse e mashtron, kharajtu min bainihima, unë dal për aty me dy vafa. Do dal e të reki bereqetin për aty me dyve, e të reki mëshirën time për aty me dyve, e të reki ruajtjen time që e kam zbrit më herët tek ata e kështu me radhë. Praj në bazë të këtij hadithi, ai që dëshiron sukses në partneritet, suksesi është duke ruajt këtë partneritet nga mashtrimet dhe nga vjedhjet. Nga se ai që vjedh shokun e tij, ai që mashtron partnerin e tij, ai që nuk punon sikur se duhet, në bazë të marrëveshjes me partnerin e tij, ta dinë se ai që e ka fituar
nuk është fitim, po e ka humb. Nga se ai që e humb Allahu xhalla xhelaluhu, ai që e humb mëshirën e Allahu subhanahu wa taala, ai që e humb bereqetin e tij, çka ka fitu? Wallahi këtë dunjan me dhon se si kryen puna. Prandaj në shariat na e dim që na ka mësuar Allahu xhalla wa ala, pasunia e dikujt në varet në bazë bereqetit, jo në bazë asaj që e ka. Ase ka mundësi dikush me pas shumë parë, i pa Allahu xhalla si e bereqet ato. Qysh si e bereqet? Fillimisht nuk ka mundësi me shpenzuar në rrugt të Allahut pesë pasunia. Don e angazhon me do punë dunjas, me do të lashë, me do borxhe, me do sene don që nuk i bën mend, don pe galëve të mëdha, pe shpenzime të mëdha nuk i bën ndërmend me dhon rrugt të Allahu xhalla wala. Ajo pasuni që nuk ka hisën te Allahu xhalla wala, s'është pasuni. Ma mirë mos me pasë me pasë. Andaj, nëse Allah të lejë bereqetin pe kësaj pasunie, atëherë sa do që të fitohet aty nuk ka bereqet, nuk ka sukses, nuk ka rahati në bazë asaj, në bazë asaj pasunie, në bazë atij partneriteti. Andaj duhet që të kenë kujdes ata që lidhin partneritet me vete, që parimi që i udhëheq ata në këtë partneritet thash të jetë frikën ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe të jetë parimi tek besimtari jo sikur se tek tjerë. Të shikon se sa punojnë e sa po fitoj. Po të shikon se sa po i ndihmon vllaut e tij në zhvillimin e këtij biznesi, aq do të ndihmon Allahu në punën e tij. Të tjerët për shembull kur të lidhin partneritet ose ortakllëk me vete, kur të lidhin me vete, ai e shikon interesin e tij. Edhe nëse ka interes me lëviz, ai lëviz. Nëse jo, nëse për shembull është se ai po ka kush për shembull me ngaj për të, rrenaj. Pse ti është më aktiv sot nga këna më me rahat ato. Nuk lëviz për sa kur të shaj se është më e domosdoshme me lëviz ato. Besimtar nuk është do interesin se kom të i kësaj shkolle. Nuk është keq përdorues i mirësisë dikujt deri në këtë shkollë ato. Përkundrazi, ai e kupton se sa më tepër, sa më shumë punon ai, që të fiton edhe vllai i tij, aq më tepër ka shpëlim tek Allahu subhanahu wa taala. Aq më tepër ndihmon Allahu xhalla wala ati. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allahu është në ndihmën e robit të tij përderisa dhe aq sa është robi në ndihmën e Allahut të tij. Në sa ndihmon dikujt, aq është Allahu në ndihmën tonë. Sa e përkrahet dikën, aq është Allahu përkrahas joti. Sa jetin shërbim të dikujt, aq Allahu xhalla wala bën që të jetë në shërbimin tënd e kështu me radhë. Ai kështu e këshir besimtari këtë punë. E këshirë të thotë se sa që ka kontribu, nuk e këshirë se a punova ma shumë me orë, apo barta ma shumë, apo bona ma shumë, mirë pa kuptan se sa ma tepër une, bëj, që ta liraj vllahun tim, partnerin tem, që të ndihmoj ati, aq ma tepër ta kem përkrahur në ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Andaj thot pejgamberi sa në hadith tjetër, nëse dy vetë duhen në emër të Allahut xhalla wala, shpërlimin tek Allahu ma tepër e ka ai që e don vllahun e tij ma tepër. Don se vapi do të më se vapi madh. Nëse dy vetë duhen në emër të Allahut xhalla wala yawmul qiyama, don pejgambert ka do t'ju kenë lakmi, për shkak derejës dhe pozicion që kanë tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo është përgjithësi. E po a ka më shumë se këta? Ka më shumë se këta, ai që ka dashur tetë më tepër. Ai që i ka ndihmuar, don dy vetë mirë vesh me kryeni punë. Ajo punë ka sevap, dëshmëlim për atë punë, mirë pa dyshim, edhe ata dy mes vetë dallojnë sevapin. Pse? Se kush ka kontribuar më tepër, kush se ka kthyer anin atë. A ka mërën në akara, a ka pas mundësi me kryeni punë, a ka pas mundësi me ndihmu, ai ndihmon atë. Që çton ndërtohet partneritet në Islam apo. Do të thotë sikur sa thash ndërsa ne kalum vllaznia. Aspekti material është një aspekt që shikon tregti apo. Mi po nuk është vendimtar, nuk është final. Esenca që duhet ta më shikojmë tregti, edhe në këtë lloj të tregtisë, don partneritet duhet të shikojmë që të kultivojmë me vetë don vllazëllëk, dashuri, afrim tek Allahu subhanahu wa taala, shërbim të dikujt, edhe pse ndoshta shejtani vjen thotë ti ja pshë, ke investu bashkë me ta, ose po ke ti ke dhënë parë që tash ky po të keq përdor, po të bën argat e kështu me radh, ti nuk i ndëgjon këto vezëse, nga se ti e din se në çdo lëvizje, në çdo ndihmë, në çdo ekstra shërbim që ti e bën, ki ekstra shpërblim për Allahu subhanahu wa taala, ti nuk kupton tek Allahu xhela xhelaluhu. Andaj partneriteti ndërtuar në këtë bazë, ky ka bërë tek Allahu subhanahu wa taala. Edhe po se ka argumente për këtë çështje. Kryesora partneriteti në shariat është i dy llojshëm. Njëri është që ndërtohet në baza të posedimit, jo të kontratës. Për shembull, sikurse është partneriteti i trashëgimtarëve në trashëgimi. Baba e kalon në një tokë ose e kalon në një fabrikë, edhe ata trashëgimtarët janë partner në trashëgimin e kësaj. Këta kanë hyrë në këtë partneritet pa kontratë caktuar. Apo? Kjo është interesante neve. Se kjo i ka rregullat e veta që nuk ka të bëjë me shpërblerjen. Andaj kësaj i thonë, partneritet në posedim.
e kanë një sen që poseduhet, ata janë partnerë që të posedim. Edhe janë fut këtë partneritet pa kontrol caktuar. Këta nuk janë tema jonë. Mirë, po partneriteti që ne e synojmë të shpjegojmë për te është partneriteti i ndërtuar në bazë të kontratës. Don çdo kush për neve e ka me vetin nga një interes. Qoftë ai interes tjetë, don pasuni, qoftë tjetë mall apo tjetë fuqi fizike. Edhe don që ta bashkangjet këtë pasuni që e ka me tjetrin për ta rrit biznesin, për ta rrit fitimin, për ta rrit investimin e kështu me radhë në bazë të kontratës së saktuar. Andaj çdo partneritet i cili buron në bazë të kontratës, rezultati i një kontrate të saktuar, kjo është partneriteti që synon tema jonë e sotshme me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Andaj partneriteti që synojmë tash është partneriteti i ndërtuar në kontratë ose kontraktues, nga se ndërtohet në bazë të një kontrate paraprake për shfrytëzim, do të thotë të përbashkët. Qoftë në shitje, qoftë në blerje, qoftë në qiradhënie, çka do qoftë me përdor ato që ata kanë kontraktuar që ta bashkojnë në mesvete, ku në fund ata në bazë të rezultateve të këtij bashkëpunimi, të këtij ortakllëku, i ndajnë së bashku humbjet dhe fitimet që i kanë në mesvete. Ky lloj kontratës ose ky lloj i ortakllëkut të shariat i ka disa lloje. Nga se ndahet në bazë të mënyrës së ortakllëkut. Partneriteti në Islam është ose partneritet thash në pasuni, në kur dy persona investojnë bashkë, ose partneritet në pasuri edhe në shfrytëzim. Do ata dy investojnë, edhe ata dy e udhëheqin biznesin. Ose partneritet në pasuri nga njëra anë, ndërsa në menaxhim nga ana tjetër. Do njëri i jep parat, tjetri investon mundin edhe ditën e tij që ka. Ose partneritet në fuqi fizike. S'kan para, s'kan kurrë, mirë po marrin një punë me kry bashkë. Do në atë punë s'e kryj veç njëri, ata marrin punën me kry bashkë, edhe ata kanë bërë partneritet në aspektin në të fuqi fizike. S'ka para aty, as ka menaxhim, ka punë me kry. E kështu me radhë, varësisht nga mënyra e kontratës është edhe lloji i partneritetit. Fillojmë ka e para. Partneriteti në pasuri edhe në udhëheqje. Do të dy persona kanë pasuri të saktuar, mirë po se një për tyre vetë nuk ka mundësi që të arrit biznesin. Ose kërkohet për shembull të merr mall prej jashtë, të investon në pasurinë e tij, s'ka mundësi vetë. Atë kërkon ndihmë nga dikush për vllaznive të tij, për njerëzve që i njeh, për njerëzve të ndershëm që e kanë pasurinë halal, kërkon për që t'i bashkon forca së bashku me ta që të arrisin biznesin deri në nivelin e duhur ose të kanë mundësi ta importojnë ndonjë mall të saktuar që ai vetë nuk ka mundësi me bëu. Edhe ata, investojnë së bashku pasurinë të saktuar që në bazë të asaj që kanë investuar pastaj ta marrin edhe fitimin atë. Kjo është e lejuar. Nga se të dytë investojnë para, e aty të investojnë edhe menaxhimin. Nuk ka palë tre që menaxhojnë, ata vetë udhëheqin biznesin, ata vetë e kanë bëjë investime. Kjo është e lejuar, padyshim. S'ka kur problemi, mirë po me një kusht. Kushti është që para se do të bëjnë këtë partneritet, në kontratë të jetë e definuar saktësisht fitimi. Fitimi kur themi që i definuar, nuk bën të jetë fitim i definuar në vlerë të saktuar. Për shembull, do të thonë unë po investoj 5.000 euro apo në këtë biznes, edhe dua që për shembull me i fitu 500 euro. Nëse kontrata ndërtohet në këtë definim të fitimit me vlerë, nuk është e pranuar. Ose thot për shembull, ata kanë biznese të saktuara, për shembull, të udhëtimit. Edhe thot çdo udhëtim që ti e bën në Turqi, fitimi i saj është jemi. Do çdo udhëtim që ti e bën për Damask, udhëtimi ose Dubai, fitimi është jot. Nuk bën kështu. Apo, për shkak se është përvjedh një pikë kushteve të caktuara elementare të rrezikimit se cilë është ai? Ignoranca. Ajo padituria rreth fitimit apo. Andaj kur themi se duhet caktohet fitimi, duhet bëhet në përqindje të fitimit atë. Don ty takon 30%, ty takon 10%, ty takon 15% e kështu me radhë. Me këtë përqindje lejohet atë. Nëse partneri që ka investuar parë, thot unë po investoj edhe kohë që kaq. Për shembull, ti ai ka investuar parat edhe rrin për shembull
në Kosovë. Ai thotë unë po investoj parat, po rri në Kosovë, edhe sa ka nevojë më udhthu, unë udhtoj. A lejohet për këtë shtim të mundit me kërkuar shtim përqindjes? Po lejohet. Thotë unë sa ka nevojë më dalë jashtë Kosovës, unë shkoj, mirë po duhet që me pas 10% ekstra fitim për shembull. Ekse më radh, kjo në bazë marrëveshjes që bëhet para plakë. Nëse marrëveshja në shariat nuk ndërtohet në bazë, thash, sikurse kemi pranë edhe më herët, nuk ndërtohet në baza të shëndosha, edhe nuk ndërtohet në pika të qarta, atëherë ajo është e pavlefshme. Duhet të anulohet, edhe asnjë palë nuk ka obligim ndaj palës tjetër. Andaj kështu shariati don që të dy palë të fitojnë edhe mos dëmtohet asnjëra palë, edhe mos futen armiqësi mes njerëzve. Nga se nëse ai thot për shembull, unë e investoj 5.000 euro me kurse që piksoj tregti mi fitu 500 euro, për shembull. Apo edhe don Allahu xhalla ualla dhe ja për të asaj tregtia, edhe ai kish pas mi fitu 1.500 euro. Apo edhe është që shoku i tij ka fitu 1.000 euro më shumë se ky, ka qenë dy të barabartë. A ka mundsi me qenë të njëjtë domthon disponim ose vllazni, s'ka mundsi. Ai thot, ja pas të gabuane, amiti thot, jo ti s'ke, do amnisit ndërmjet që ka mos i më fut, prandaj e caktojmë start. Përqindja e fitimit të kaq, sa të fitojmë kaq e kemi përqind sa vën. Fitojmë 2%, 1% e kitin, 1% e konon, e kështu me radhë. Mi po kjo ndarje, sikur do të më vonë, kjo ndarje kësaj bëhet pas të sigurohet kapitali. Do mos pari e ndajmë kapitalin, nëse është bëj investimi 10.000 euro, apo mas po duhet të shpëtu 10.000 euro, pastaj ajo që ka me shpërlo mas pari humbjet, e pasaj pas humbjeve që ka tjetë, datë përqindje e fitimit. Qështu bëhet seria do ndarja mes partnerve, nëse është partneritet i këtij lloji. Tham partneritet, domthon në bazë të pasurisë edhe në bazë të menaxhimit të udhëheqjes. Të dy kanë edhe pasurinë edhe menaxhimin. Pastaj përqindja ndahet në bazë të thash punës, në bazë të sa ka investuar. Nëse dikush ka investuar 5.000, njëri ka investuar 1.000, s'ka mos më kon 50%, apo? Po, bëhet në bazë të përqindjes së investimit, bëhet të përqindja ndarjes. Këto detale janë të tërkon duhet shpjegohen jo këto mirë, po veç sa për me tregu se është e lejuar edhe shoqëti parashe edhe kësaj lloj partneriteti. Partneriteti i dytë ose lloji i dytë i partnerit shariat është partneritet i cili ndërtohet, domthon i thon mudarebe. Kështu quhet mudarebe. Çka i bën? Është një formë partneri ku njëra nga palët, dy palë kontraktuese, njëra nga palët kontraktuese që quhet sahibul mal, është ai që ka parë. Ai ka parë, mi po s'ka vizën për tregti. As nuk ka ambicie për tregti, as nuk është interesuar me votë tregti, mi po ka parë. Kur njëra nga palët kontraktuese donë që quhet sahibul mal, siguron një shumë të saktuar parash dhe vepron si një partner neglizhent. Do nuk merr pjesë aktive në zhvillimin e tregtisë. Ai vetëm investon parë. Nëse pala tjetër quhet sipërmarrësi. Ai merr përsipër atë pasuri që të menaxhon me të, ta udhëheq, ta investon edhe të fiton me të. A kuptuat? Po njëri ka parë, dhe tjetri ka përvojë, edhe ka vizion për dituria, për tregti. Mi po s'ka parë. Atë këta dy mirën vesh, unë po t'i do ty, për shembull, 10.000 euro, edhe ti puna me to. Edhe pastaj fitimin e ndajmë sipas marrëveshjes. Në këtë rast, domthon kemi një lloj tjetër të partneritetit. Sipërmarrësi në këtë rast në shariat është njëri i besueshëm. Domthon pse është i besueshëm? Sa ai që i ka dhënë parat, unë ja ka besuar pasurinë e tij. Pra ai duhet ta ketë frikën e Allahut subhanahu wa taala që të menaxhon me mallin e huaj më mirë se me mallin e vet që menaxhon. Nga se në këtë rast, nëse unë menaxhoj me mallin tim, për shembull, edhe nuk i kushtoj kujdes për diçka në elemente të caktuar të tregtisë, nuk kushtoj me rëndësi në një pjesë të caktuar, për shembull çmimeve kështu me radhë, nëse hupi, tek mund jam dëmtuar. Vetë kom fitu edhe vetë kom hub. Mi po kur dikush mund vetë ma beson mua, kjo është një përgjegjësi shumë më shumë që ti më kujdesshëm atë. Edhe përgjegjësia para Allahu xhallahu është më e madhe atë. Prandaj i besueshëm atë. Rasul ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam el-mu'adhdhinu mu'taman, mezini është i besueshëm. Andaj mezini nuk bën me dhinezanin, u bë. Jo se njerëz ta kanë besuar ti kohën namazit, njerëz ta kanë besuar ti iftarin, ta kanë besuar si fyrin, pa duhet me koni kujdes mirë kur dhirezon atë. Imami është i besueshëm. Njerëz pazo ku dinaj çka kanë atë. I poshtë i besueshëm do të ditë me kënu se namazi nuk ka veç joti, po varet edhe tjetër. Pi namaz eksumerat. Do të thotë dikujt i besohet diçka, i shtohet përgjegjësia shumë më tepër se sa ka pas kur ka qenë veç i besueshëm i vetes së tij. Në këtë rast
Ajo është i besueshëm në ato çka e kryen. Andaj duhet që të jeti kujdesshëm se ku po investon mall. Jo më thonë se parat e tij janë, valla po më mu këtu më investu. Pa e ulëm tu tregun, pa shikuar sa thon vall ka dobi për investimin këtu, apo ka mundësi më fitu, apo sa është fitimi, apo si është tregu e kështu me radhë, veç investon. Edhe kur hub, valla bëma halal se hopën ato. Këtu me halal nuk ka. Do të kuptoj këtu me halal nuk ka. Don dështimin tregti i ka dy shkaqe. Shkaku i parë është faktori njeri, në këtë rast është supermarsi. Nëse vërtetohet për shembull nga ekspertë ku signifikan në ditën e kaluar, njerëz të vërtetojnë se dështimi në këtë tregti nuk ka për shkak për shembull se ka devalu malli, ose s'ka për shkak se ka devalu monedha, ose s'ka për shkak se ka ra tregu, por ka për shkak si pasojë e neglizhencës së supermarketit. Për shembull, është dashur me shku me vrapune për të gjallë s'ka ngajt. Është dashur me ushun më ngjas, ai s'u. Është dashur me në punë më gjatë, ai s'ka net. Do vërtetohet se dështimi ose humbja në këtë mall, në këtë tregti ka qenë si pasojë e neglizhencës së supermarketit, atëherë supermarketi merr përsipër këtë humbjet ato. Edhe ka për obligim ja kompenzu atij sahibul mali që i tham. Pronarit të parë ja kompenzu kapitalin komplet ato. Deri në centin e fundit. Mirë po nëse dëmtimi është jashtë dëshirës së njeriut, atë normal nuk është përgjegjës për atë punë. Sikurse për shembull, njëri e ka marrë përsipër dikush e ka një dyqan, ai thot unë s'di çka më çel dyqan, po merret ti bën diçka me ta. Apo jep. E pastaj e dojnë fitimin bazë të marrëveshjes që e bën atë. Edhe ndodh zot na rut bëhet tërmet. Apo edhe rrezo dyqani. Ai s'ka faj si për marrë, si pse urzu, pse është prish edhe urzu me një faktor të jashtëm, jashtë faktorit njeriu atë. Mi po sigurisht e thamë ndesën e kalum. Nëse e lën, për shembull nxemsën dhëzën, nga pakujdesia, e harran, edhe del, pastaj djegë dyqani, si pasojë e nxemsës se ti e ke harru, atëre e pagun supermarketi komplet ato çka është dëmtuar. Nga se dikush duhet me garantuar atë mall. Në mallë që dëmtohet, domosdoshmë për çdo mall që do të pas garantues. Apo, se njëri që po ta beson, atë mall duhet me garantuar dikush për ta. Andaj ky garantues nganjëre është dikush që qëllimisht e bën, ama dikush që nuk e bën qëllimisht, mirë po është garantues atë. Se malli është dëmtuar. Për shembull, e ke parku kerrin në parking tamam si duhet, edhe një fëmijë e ka kap gurin edhe i kam shu xhamit atë. E ka thuj xhamit. Tash ti e dëmtu këtu. Apo, dikush duhet me garantuar xham, ose ti në këtë rast s'ki faj kurrë. Se ti ke parku si duhet, ose fëmiu në këtë rast s'ka mundësi me kon garantues, nga sa është i pa obligueshëm me obligime ato. Atë kush garanton? Garanton kujdestari i fëmijës. Pa i s'ka faj, po dikush duhet me gjet. Atë gjejmë ato që është më afër dëmtuesit se sa ti që është dëmtuar. Apo. Pa dikush duhet me garantuar. Edhe këtu është djeg, është rrxu, dikush duhet me garantuar këtë mall ato. Nëse ka ndodh thash dëmtimi i tij si pasojë e neglizhencës së supermarketit, atëra e garanton komplet këtë mall kush? Supermarketi. Nëse ka ndodhur jashtë faktorit njëri, atëra ky nuk është përgjegjës për këtë, mirë po ja kompenzon Allahu xhalla wa ala ditën e gjykimit atë, pasi kjo është sprovë për të që i ka ndodhur, edhe s'ka përgjegjësi për të si për supermarketi, kjo është shumë normale që në këtë mënyrë më ndopta. Ky lloj partneritetit, domthonë njëri të investon kohën edhe mundin, do të thotë të investon pasurin, ka mundësi me qenë i kufizuar, edhe ka mundësi me qenë i pa kufizuar. Çish ka mundësi me qenë i kufizuar, ka mundësi me thon për shembull apo. Unë po të thotë çto 1000 euro apo. Me kusht që me investu në muajin gusht. Për shembull, ai e din që i ka parat, se në muajin gusht për shembull ka më tepër lëvizje, vin ndoshta tujt jashtë më tepër, shitet më shumë senet ekstremal, për shembull, për një arsye të caktuar me ti apo. Nëse si përmarrësi për shembull i investon qershor, çka ndodh? Nëse si përmarrësi investon qershor, atëra janë dy rrugdalë. E para është që në këtë investim me humb. I ka mësuar qershor edhe me humb. Pavarësisht shkaku i humbes, mi po ka humb. A ka ra monedha, a ka devalu mallet, çka do qoftë? Atë nuk shikohet më këtu faktorin se kush ka ndikuar më. Ha? Me humb, mi po ti si ke përmbajtur marrëveshje, nga se ka qenë partneri i kufizuar me muajin gusht. Ke investu në qershor, kimi bajt komplet këtë përgjithësitë tuaja. Nuk shikohet më pse çka ka ndodhur. Po ne
për shembull ra euro, apo ka ra dollari, pavarësisht çka ka ra. Ti s'ka pas drejt me i lëviz të hollat ose me lëviz mallin para kohës së kufizimit, nga është kufizu koha. Nëse ke lëviz, e ke marrë përgjegjësinë komplet vetja. Nëse është fitu, shkohet në bazë marrëveshjes, nëse është hub ti e bën përsipër përgjegjësinë e humbës. Kjo për çdo sen apo. Ase ta ka kufizu, ose ta kufizon me vend. Thotë çit mall, do të mos e shit përveç se në Prishtinë. Për shembull, nëse e shet diku tjetër, edhe hub në shitje, atëherë ti e bën përgjegjësinë, nga se ka qenë partneriteti i ndërtuar i këtij lloji në çka? I kufizum ka qenë, i kufizum kohë në vend, në rrethana caktuar e kështu me radhë. Edhe ka partner të pa kufizum. Thotë që 10.000 euro punon me to vëllamë. A punon ti në Prishtinë, a punon ti në Kosovë, a shkon në Maqedoni, a shkon në Turqi, a ku shkon ti me to, s'është problemi i atij që ti ka dhënë. Ai e don që më marr në fund ti me fitim apo. Andaj ai investon ti këtë kohë, investon ti në atë kohë, nuk prish punën apo. Kjo është më i lirë, pse? Sepse ndodh thash dëmtimi, tjetë për shkaqe jashtë faktorit njëri, atë do të çka si përmosh nuk e bart këtë dëmtim nga se ka ndodhur jashtë mundësive të tij. Nëse shkon këtë në rregull, don ky partneritet shkon mirë, shkon në rregull, edhe tash dëshirojmë të shikojmë se çka ka ndodhur me atë pasojë që është investuar. Nëse dëshirojnë partnerët ta ndajnë fitimin, aty u takon me nda këtë film kur ata të mirën vesh me zvejtë. Mirë po ndarja e fitimit bëhet mas pari duke u siguru kapitali. Nuk bën me nda fitimin para se me siguru kapitalin e dhënësit që e ka dhonë. Do të mas pari me thonë se kapitali i kësaj pasunie ka qenë 10.000 euro. I dojnë mas pari 10.000 euro. Pastaj i themi, mrena këtyve 10.000 euro, mrena këty fitimit, kena pas harxime të përbashkëta. Për shembull për rrymën ose për këto ose për ta dan këto humbjet, se këto janë humbje harxime, edhe pastaj shikohet fitimi apo. Sa është fitimi, edhe ndahet në bazë të marrëveshjes së kontraktuar me jetën. Edhe në këtë lloj të partneritetit vëllazëri nuk bën, sikurse në llojin e parë thash, nuk bën që të ketë do ndarje të mallit pa kontratë, para prake për përqindje që e kanë dy palët apo. Në këtë lloj partneriteti kemi dy forma të fitimit apo. Ose me përqindjen fitim, fillim, thot që parat fita edhe 20%, 30% fitimit takojnë ty, kanë përqindje. Ose nuk ka partner, mi punon me rrugë. Që kjo është fabrika jam, kjo është dyqani jam, ti a shet 1 milion euro, a shet 200 euro, sa problemi joti, ti ki rrugën 200 euro në fund apo. Apo kjo është punëtor atë, kjo nuk është partneri i biznesit apo. Mirë po, nëse mirën vesh me qenë partner, që ta ndajnë edhe humbin, edhe fitimin së bashku, atëherë duhet që ta kenë fitimin e ndarë në përqindje e jo në vlerë të caktuar. Nëse ki punëtori se barë, humbin apo. A ki fituti, as ki fituti, s'është problemi ti ki me dhënë rrugën në fund atij apo. Apo. Mi po nëse je partner së bashku me të, atëherë duhet ta bartni së bashku edhe humbin edhe fitimin në bazë të marrëveshjes paraprake që është ndërtuar mbi të kontrata. Ka mundësi që në këtë lloj të marrëveshjes të ketë, do të thotë, edhe disa forma tjera, e të cilat nëse bëhen në këtë formë, atëherë dalin prej këtij lloji partneriteti. E para është për shembull që ai ti thotë njëri ka parë, e do me një mund dikujt. Edhe i thotë që pra 5.000, 10.000, 20.000 euro, sa nuk kam rëndësi sa, edhe i thotë merre punë aty. Këtë çka të fitosh në tuja atë. A është ky partneriteti i këtij lloji? Jo, nuk është. Atë kësaj që e ka jap ky çka i thotë, huazim. Ti puno apton sa dush, fito krejt që kemi fitu, dush me kthy mallin bazë që është atë. Dhe kjo s'është partneritet. Partneritet do të thotë piksoj kupton çka është kur, vetëm kur ndahet përqindja e caktuar, edhe kur bartet përgjegjësia e fitimit edhe humbjes të njëjtë atë. Në bazë njëjtë, jo njëjtë në sasi, po njëjtë në investim. Njëri ka bëu 70%, tjetri 30% ka investu, që ashtu bëhet ndarja e fitimit edhe humbjes ma tutje. Mi po nëse ai e parat, edhe të skeqet fitoshën tyjet, atë kësaj e thotë huazim, nuk i thotë partneritet. Edhe e dyta ka mundësi me ndodh, për shembull, përpara ka ndodhur dhe kjo ka qenë subhanallahu shumë e theksuar përpara tek muslimanët, fatkeqësisht sot nuk ka zhvilluar më shumë aftë.
Don ka njerëz, thashë Allahu xhalla wala ja ka çdo kujt këtë çka. Dikujt Allahu ja ka mundsuar që gurin kur të lëviz me fitu. Apo dikush subhanallahu ka 100.000 euro ose 1 milion euro pa ke ose ka parë shumë mirë po nuk din me fitu 2 euro. Çfarë është kjo? Rrezik Allahu xhalla wala. Dikujt Allah ja ka rrezik turin, dikujt ja ka rrezik kursin, dikujt ja ka rrezik trimnin, dikujt ja ka rrezik tregtin, rrezik këto furnizimet Allah që ja ka ndarë vata. E ndodhë që dikush tjetë pronari i pasunisë, zakonisht me kon i dopt, i ka mejt pasunia si të rëshikim, andaj për para musliman i ka ndalë ndim këti njeri, jo duke i ndimu me pare gjithmonë, mi po duke e marë pasunin që ka, e duke e përzim me pasunin e tyne. Apo, që të zhvillojmë biznesin, që e pasunin mos të shkon duke u paku, mos të hanë zeqate sa të kajat atë pasunia. Për shembull, një gru i ka vdek burri, e i ka lënë jetima, e ka me të gru e vejushk, apo, edhe mi po ka pasuni, nëse ajo nuk dhe vë të rektime ato pare. Apo, ato veç nësa qa, shkon duke devalu pasunia asaj, duke devalu malli sa, duke devalu pare asaj kështu më radh, atë tregtarët e mirëfillt e devotshëm, jo ata që i kanë me keq përdor, i po shka i kanë ofru, unë kam biznes, unë do në lëvizi, ja merë pasunin, edhe thot që krejt që ka të fitojnë, ta kanë ty jaftë. Nuk e merë, nuk është partneritet i përqinjes, mirë po është partneritet humanitar, do me ndihmu që me zhvillu këtë biznes ato. Don ai e merr ndoshta një rrugë caktuar apo sa për shërbim, 100-200 euro, nëse tira çat ka fitim, është e tina. Andaj do thotë me marr pasurinë e të vejave, pasurinë e plagjve që s'ka mundësi me aktivizu, pasurinë e jetimëve, me aktivizu pasurinë, po me besnikrit më të madhe. Normal, me ato kuri që të kam herë. Ose që ndodh edhe sot, për shembull një shoqat e ka një shoqat don bamirë se shoqat e davetit që punon për davet e për islam e kështu me radhë, mi pas nuk ka të hyrat shumë ta. E ka një buxhet caktuar, e s'ka mundësi me fitu më tepër. Andaj është mirë që njerëz që kanë fitim ose dinë se valla jo çdo të tregtie, mi po tash është një shans për shembull të ofru ty, apo që fitimi ka mundësi me qenë i madh. Merë pasurinë e kësaj shoqate ose dikujt për muslimanët që punon për davet, edhe futen këto, lëvizë, edhe kthej apo ato që të fiton ai më, të fiton për kësaj pasunie apo, se edhe dik pastaj ki sevapin sa do që të fitohet për asaj pasunie. Këtë rast nuk është partneritet që njëri e merr partneritetin ndonë që do të valla pedojnë për qindjen, ose edhe pse ka të lume. Mirë po, thash ky është lloj partneriteti që është partneritet mirë po është një farë lloj më shumë i ndërtuar në baza humanitare të ndihmës se don me zhvillu biznesin dikujt, do me ndihmu dikujt, edhe kjo është e lume, edhe kjo si ide duhet me qenë tek tregtarët, se nëse din se dikush është i këtij lloji, pse mos më ia marr për shembull. Thash, jo ndoshta me nis biznes me to, ose jo ndoshta me hin në biznes që nuk e din as vetë ku dal, po tregtarët dinë se kanera është një val, e din se kanera është një mall, është një shans që fitohet shumë aty. Ka raste caktuar, ka kohra, ka vende, ka mallra caktuar që ka kanera goditje të mira pe tregtarë për me fituar apo. Andaj ti bjen me njerëz se valla është malli i jetim ose është malli i shoqate, apo shkon kërkon. Që se doni, fitimi është me izin e Allahut, kur më siguri po me len Allah xhalla wala, bazë të rrethanave që na i dim, këto fitimi është sigurt 100% apo. I jap 1000, pse mos më nxirr 3000 apo. Do sa boton 1000 ekzemplar libra, apo shtrim biznes, çarkulloj kët parë që ki 2 javë, i boton 3000 libra apo. Apo edhe kështu don fillon musliman që me mirëmbajt vetë davet e tyre, mos mbohen gjithmonë do shtrim para atyre që më ndihmu tir me parë edhe me mshirin e vet se kush po më mshin më ndihmu kanjëre ose apo ndihmon ose s'po ndihmon kështu me radhë. Andaj këtë rast përpara e kanë thënë dietar subhanallahu se tregtarët e hershëm ose kanë bëu këtë mënyrë ose kanë bëu diçka tjetër. Kanë do për shembull 5 tregtarë u bë, edhe kanë do nga pasuria tyre një buxhet caktuar që kanë do fisabilillah, sadak. Ai mua s'ka pasi në atë punë atë. E kanë da, për shembull, se ka 5000 euro, ka 10000 euro sadak. Edhe kanë formu sandukun e sadakës. Apo edhe të parë i kanë rujt. Nëse i kanë ndonjë biznes fitim plus, i kanë marrë të parë i kanë shti, apo si partner me konaj. E pse e para ty nuk kon? I po kanë futur atë parë në biznes, ka qarkulluar kur e kanë kthyr sanduk, kanë kthyr 2 fish ose 3 fish fitumit apo. Edhe kështu e kanë mirë mbajt sandukun e bamirësi sandukun e Davidit e kështu me radhë që ata kanë fituar në mes vetave. Andaj kjo është ide e mirë që me pas parasysh tregtarët e sotit apo që kështu më ndihmu Davidin, kështu me bëni sanduk të punë humanitare që sa kanë nevojë muslimanët ose për huazim, ose për bamirësi, ose për ndihmë jetimeve, ose për çka do qoftë, me pas një sanduk të tillë që
e mirëmbajnë tregtarët, nuk është domthon, nuk merr për ti gjithmonë, po ti ke dhënë një herë e të vesh shkon duke rrit nga se ti e bën pjesëmarrës të biznesit tonë ku paskoj dhe kështu fiton. Edhe kjo ka mundësi të bëhet është ide e mirë që të praktikohet apo. Kryesorja na e pam se partneriteti i këtij lloji, do të thotë kur dikush investon pasuni e tjetri investon mund kërkohet fillimisht të ketë besnikëri të madhe, përgjegjësi të madhe, pe sipërmarrësi që e merr përsipër këtë, edhe e dyta të ketë marrëveshje paraprake për ndarjen e fitimit i cili bëhet pas sigurimit të kapitalit. E kuptuat? Që kjo është kryesorja që ka të bëjë këto apo. Detajet e çka kanë bënë domosht nuk janë pjesë e kësaj gazetash, sado që të lloj më tepër, ka mundësi të merr kohë më tepër edhe të lënë pas sqaru pepër të tjera më tepër. E po shkurtimisht ta kuptojmë se ka mundësi të bëhet një partneri i këtij lloji edhe mirë. I këtij lloji edhe do të punohet në këtë mënyrë. Lloji i partneritetit do të thonë që i kanë përmendur dietar i kanë thujt një partneriteti i autoritetit apo sherikatul wujuh. Autoriteti. Çfarë ndodh kjo? Dy njerëz për shembull doin me qenë ortak mes vete. Mirë pa ata s'kan mall ose s'kan pasuri të saktuar që doin me fut në biznes të shëllon. Mirë pa ata kanë njëfsi të madhe. Në dikush në gjatë tregtar, e dikush në gjatë tregtar. E çka ata mirë vesh. Thonë për shembull, ti ngje ata që shesin tesha. Apo unë një ata që shesin kpuca. Apo shkotit ata të kpucave, apo merr ju mall hua, unë po shkoj ata që don shesin tesha po marr mall hua, edhe po qen në dyqan bashkërisht apo. Po shesim, pastaj bashkërisht e kthejmë borxhin apo. Partneritet i ndërtu, këtu çka është përdor si partneritet? Jo malli, se s'kan pas mall. As pasunia, se s'kan pas pasuni, më shkruar përdor autoriteti që ka sesë tek një palë e caktuar apo. Edhe në bazë të autoritetit kanë marrë për mi vetë tyne mall, borxh, edhe në bazë të mallit ose kanë marrë para borxh, bazë autoritetit që kanë, ose njerëz që kanë besuar, ju kanë jap, e kanë ditë që e kthejnë, janë të besueshëm, janë të sigurt, ju kanë ndihmuar edhe në bazë ata kanë bën lloj ortaklëku. Edhe ky ortaklëk, do partneritet i këtij lloji është sikur se i llojit parë. Po sikur se më mësu pasuni. Vetë kanë mësuar autoritet, e kthejnë pasunin normalisht, sikur se ata të parë e kthejnë kapitalin, pastaj fitimin sa e kanë e bën në bazë të përgjithësisë se marrën vesh më herët. Lloji i dytë ose lloji vijus, po domthon, është i katërt partneriteti në bazë të fuqisë fizike. Nuk këta s'kan parë, as kanë mall, as kanë kurrë, mirë po thash do të punu. Për shembull kërkohet një punë e caktuar, dikush thotë unë dua më rregullu këtë kapsht, për shembull, ose unë dua më ndreq këtë shtëpi. Edhe ai është se vetë ju s'ka mundësi të bëj këtë punë, edhe e thrat, për shembull, filonin apo po është partner me mua apo. Ka se komo si marrë punëtor, më marr punëtor tjetër, ja u siguron rrogën, e pastaj s'është e bëj punëtorve, a fiton kë hu pa çka, apo nga se ka marrë bazë marrëveshjes me rrugë. Ja po vlas nisi merr si partner, me nda fitimin së bashku edhe me nda punën së bashku. Kjo lejohet normal me bëj këtë punë, qase është e qartë që lejohet, mirë po i ka disa rregulla veta, që për shembull se dikujt i bën me punu më tepër, do të valla qëre. Dikush duhet për shembull partneritet për me shkarku mall, për shembull apo. Edhe njëri i bën me shkarku hekra, me shkarku apo tjetri i bën me shkarku për shembull ja stuka, apo. Normal, nuk ka ai kur zot të tyre, jena partner me po fitimin unë kam për shembull një 10% më tepër, 20% më tepër se më bën më tepër me punu apo. Atëherë normal kjo punë se ndohet në bazë të aktivitetit, në bazë të angazhimit që e bën secili, nuk prish punën apo. Kryesorja është se ata bashkëveprojnë me fuqinë e tyre fizike për ta kryer ndonjë punë caktuar, andaj u takon fitimi i kësaj bazë që kanë në shku marrëveshje më herë dhe që marrëveshje më herë në bazë të përgjithësisë sikur se thash më herë. Edhe lloji i fundit i partneritetit i marrëveshjes apo dietat e kanë thënë don partneriteti me përthy i autorizimit, apo do që nuk kupton këto lloje që ka merr atë kur ti autorizon partnerin tënd, çaj të cilët ose ti autorizon qoftë don në pasuni, qoftë fuqi fizike, qoftë çka të qoftë, apo çaj don të vepron në bazë të asaj që jeni marrësh më herët apo. Për shembull, në pasuni, ai njëri shkon bën tregti,
Apo ti e partneri të rritë të shtëpia, keq ka të bën ai ose kurse më bëu edhe ti, ose fuqi fizike. Njëri shkon kontrakton punë, si më konë edhe ti, e përdor edhe fuqinë tonë fizike për më marrë vesh dikon. Kryesorja, ky është lloj që detale kam përmend, lloj përfshirës i të gjitha llojeve parapraka. Nga se thosë ti pe autorizon dikën paraprakisht që në bazë të marrëveshjes së caktuar, në bazë të llojit të partneritetit, që ti don ta krysh këtë punë. A kuptuat atë? Që të llojit e partneritetit shkurtimisht tash, edhe pse se si bëni ka detalet. Por këtë arsye të thash, ndarja e pasunisë, ndarja e fitimit nuk bëhet më një herë. Pasusisht nëse ndarja e dëmton këto. E dëmton kapitalin. Për shembull, opton na si po ke ble, opton material caktuar, edhe tash nuk ka mundësi me përcaktuar saktësisht sa është fitimi nga se është prodhimi në vazhdim. Opton. Por nëse nuk bëhet një kohë caktuar, bën 1 vjet, 2 vjet nuk hapet fitimi hiç opton. Nëse duhet të sigurojë kapitali opton. Ato është më thon. Po, fakt, se deki. Po. Po dhe? Po, me marrëveshje. Sa i? Jo, ajo ndarje që cike ti apëton, është ndarje në fund marrëveshjes, partneritetit. Kur dhëna me shkput partneritetin komplet. Apëton, atëre këqyrëm kur sa ka investu dhe kur sa ka fitim, sa omit. Mi po ndarja e fitimit, apëton, komunitet bëhet në mënyrë pjesërishme, apëton, veç fitimi që akim, edhe në fund kur ndajmë komplet, dy partnerët. Jo, e që fitohet, apëton, në ndahet, në bazë të marrëveshjes paraprake me përqindje, apëton. Se marrëveshja apëton e këtij lloji partnerit ka mundësi mu shkput me forma ndryshme. Pra më vdes baba që ka pas marrëveshje me dikën, do të veç pak apo. Do ti ke bë marrëveshje me një njeri. Edhe njëri ka fëmijë. Apo, edhe ka vazhduar marrëveshja me çuve 5 vjet, 6 vjet apo. Edhe ka vdek njëri. Djem ka ndash nuk duhet më vazhdu më. Atëre, s'u para se mundohet të qym, sa ka kapital, sa ka fitim, sa ka ndonjë çfarë. Andaj marrëveshja ka mundësi mu shkput. Prandaj nëse vazhdon marrëveshja, fitimi ndahet mbas kohës që shkon, duke mbet fitimi i përditshëm edhe ndarja finale, për në fund kur ndahen komplet ata. Kur mas saj ndarja nuk kanë më obligim ndaj njëri tjetrit. Kjo nuk ka të bëjë me këtë partneritetin që më plasna për të. Kjo ka të bëjë me autorizimet apo që na s'kemë pas mundësi me shpjeguar ato apo komplet çështë seriale apo se kanë njerëz ti doni i autorizuar për me kryeni punë. Apo edhe nëse ai ka dhënë thotë çiton parat apo edhe ti për shembull i ki fitim çikaç me marrëveshje nuk bën apo kisa napsa nga se dëmtohet pala e parë që ka dhënë. Jo, unë Allah e mësoi kuptoj apo thonë se çka duhet më qenë e qartë. Apo thonë ti po bën tregtime parë të huaja, andaj duhet me ai që ka investuar ose partë e tij që janë duhet me kon këtë qartë se ku po investohet çka bëhet me to. Nëse kështu bëhet komunicion me hile, apo duke pa 5% person me fitu 50 ka diçka, po ku përfundon përgjegjësia. Kjo partneritet i llojit dytë, apo konjoni investon mund, tjetri investon pasuni, parë, apo thonë. Kjo duhet me kon i kurzum paraprakisht, apo thonë që ti don marrëveshja ndërtuar në fitimin e përqindjes së saktuar, apo thonë, sa e fituar. Qase ti ose je vështit ai ose ja merr parë të bërsh, e ti është ja kthen bazën e parave, apo thonë, ose ja merr çdo parë dhe bën tregtime që ato fitimi është i përparshit të dyve dhe humbi ato. Boskohet për donjë përqindje ti ato. 10% boskohet. Unë e di me 2% kur fitohet. Ama kur sfitohet, kur nuk shitet ballin, boskohet 2% apo. Ku tena që shitet apo? Zban me garantu para prakisht fitim para se më ndodh fitimi apo. Na çka kam apo. Nuk bën me thon për shembull apton, unë e bëj se 10.000 ti më jap 1.000. Apo ti tani fiton 100.000, fiton 0, fiton kurrë, që nuk ka partneritet. Apo partneriteti duhet që të ketë i ndërtuar domthonë në fitim. Para ka apësh i caktuar me përqindje caktuar. Kur të fitohet malli, kur shitet apo kur të lëvizet malli apo. Ama pa lëviz malli, pa ushit malli apo nuk kupton se kjo është hilën kamat. Apo kjo është kamat, ti jap 10.000 apësh e aty ja kthen 10 malli dhe 1.000 euro apo. Domthon kjo kamat apo. Kjo ka mundësi me përvjet kamata këto. Se ti nuk i bart humbet apo. Ai si bart humbet apo. Kryesorja vllazni Kryesorja që to ishin rregullat e
partneriteti që në shariatin të parapamen këtu për më ndërtua. Thash, ka mbet në aspekte partneritetit shumë sen që ka nevojnë për më sqaru. Normal është e punë, mirë për kemi cikot në salloje në partneritetit që në sallojet partneritetit që me kuptu vetëm në që ka ndërtojt partneritetit. Dhe në qëfar forma ka mundësi më zhvillu partneritetin shariat. Për çdo detaj pastaj, për çdo lloj partneriti që do ndikush me zhvillim me dikën, unë i këshilloj që kjo të bëhet paraprakisht me konsultimin e ndonjë hoxha. Unë ti do më bëj partneritet me pasuni, do më bëj me fuqi fizike, gjithsesi duhet pastaj vetë ti gjithkush më interesu për atë lloj, për gjithsa aspektet që kanë bënë me atë lloj. Unë vetëm i ceka llojet edhe sa pe kushteve të tilla që kanë ndërtohet, për ta kuptuar se në cilat kanale ki mundësi me kanalizu fuqinë tonë apo qoftë fizike, qoftë materiale, apo se njëri ka fuqi ose fizike ose materiale, ose ka të dyja. Apo, këto përqy fizike komplet, edhe ato që është me keq ato me njerin, ose ka pasuni ato, materiale. Ai kanalizimi i kësaj fuqie që e kiti, me bashku këtë fuqi me fuqinë tjetër për me dalë fuqi më e madhe, apo kjo është në çfarë thash edhe lëshmi, cika lloje që kanë bëj. Ose është me pasuni edhe me mund, ose është me pasuni për ball mundit, ose është mund me mund e kështu me radhë. Edhe disa kushte të përgjithshme shumë ato. Mirë, por kjo nuk do të thotë se është treguar tëra dhe ka përfunduar. Pastaj ti do të më sqaru çka ka, ose ti do më him në një lloj marrëveshje, gjithkush e ka për ligim me më interesu për lloj që e bën apo. Lutem Allah që këtë pas dobikë që kemi thënë ti të pranuar ta jetë në mundësi që të kemi ushqim të halal dhe vetëm të halalit. Andaj edhe fundin po e them sikurse e kemi fillu, se çdo sen që është thënë është do të thotë brenda përgjithësisë edhe kuptimit të asaj që është thënë. Çdo komentim jashtë asaj që është thënë, çdo krahasim me ato që është thënë, nuk jam përgjegjës për ato që bëhet apo. Do jam përgjegjës vetëm për ato që kam thonë, për kuptimet jashtë asaj që është thonë, ose për krahasimet, se ka thonë hoxha kështu, edhe kjo i bën sikur se kështu, e për këtë që i bën kështu jam përgjegjës për atë punë. Banaj për çdo krahasim të fjalëve që i kam thonë, për çdo analizë dhe për kuptim, ja bëj obligim çdo kujt pyet me më konsultu paraprakisht për më dhënë vendim përndosë a kanë pas këtë qëllim apo jo. Por ndryshe, gjithsesi e kam thonë me ato çka jam i bindur se është ashtu edhe Allahu xhallahu është dëshmitar për ato çka e kemi thonë. Allahu ju shpërblet të mësoj që të fitoni halal dhe të jeni vazhdimisht ata që kontribuoni për fenë juaj dhe për vendin dhe për popullin dhe për familjet e juaj. Allahu ju shpërblet.